gjërat bashkë i bëjmë. Kur je hunë ta të ngin, që s'ki fare për ty hin. Ditët kur je lodhër shumë, shok të mi nuk dojnë zullu. Mirë patriota, mirë patriotesha, mirë me liro Pelazardan. Përshime dhe sëtë si zdo di tjetër. Në ka po dhe koha zotë më zmështi zina si ku që është ja politikës. Do mund sa vëna jep shpresë, mu veshën, majica, për rezatimi djelit, shpresë energji pozitive, bam, bam, të rënditje. Kam janis sot i liro Pelazardan, kam janis, nuk kem kam janis. Fatkesisht tragedi, është vrasja 4 që për në ndodhim rana një jave. Kjo fletë shumë. Kjo është 8 është e pakuptueshme. Kjo është e institucion është e pakuptueshme. Kjo është gjendja fatkesisht sot në Kosovë. Kjo është e sigurisë degradim e sipër, si do të qetë pa dashur me politizu dhe pa dashur dikush që fillojnë konotacion politik, fatkesisht ende nuk e pam një konferencë e ministrit Zelas Fesla, ka shi situatës, ka shi kreti eksesi. Si pjesë e media aftash 17 vjet, e dim për se cilën vrasje që ka ndodhur këtë vend, kemi kërkuar llogari pikërisht nga ministri i detyrë, sigurisht është ndrat ministri i brendshëm. Nëse s'po du më nalë të kjo pjesë, o bashkë shumë që është të ndjeshme, situatë shumë e tensionume, sa si cili paralajmërim, ose si cili lajmë konsiderohet ose merret si sulm politik. Por një gjatë dime tonë, paramendet që me pandodhë të kalumen, që kemi bënd të kalumen. I njëti standard. Paranoja kolektive, sulmet linçime nga bo një pjesë gazetarëve me pasë dhe frikë për shkak pozicionit. Fobia ose manie politikanëve me pasë të cilë gazetarë pjesë ose me bopal është shumë shqetësuese, pa përjashtim gjitha partive politike. Kthehemi të rrafshi jonë i problemeve tona të mbrëmshme këtu në DVT, të ironia dhe sarkazma, karshi gjendjes edhe situatës. Sot, kryeministri u dënuar me 250 euro për shkak se nuk ju ka përgjigjë ftesës së prokurorisë. Çfarë bën një forti i Ligave të Sudit? Zatën lizi edhe shteti përpara politikanëve është i tillë. Ka pasur edhe të kaluar politikanë që kanë pasur probleme me lizin. Edhe fëmijët e tyre probleme me lizin. Ja kanë dalë shumë lehtë. Ka pasur të kaluar, fatkesisht kjo ndodh edhe sot, në zonin kurdi kemi bëtu pikërisht me basi diferencë. Përderisa një njerëz që nxjinet që i ka vjedh, pesojnë vjedhje 3 metra dru, për me majtë familjen dënohet me 4 vjet burg, me 5 vjet burg, politikanë shtojnë vetëm me zoba. Shtet se jo mahi. Privilegj me sqim politikan. Lizi që shteke dikur zoti Ladrov, që lizi si kur shka është? Cila shtyki. Cila shtyki. Lizi është cila shtyki për politikant, ndërsa për shtetarët thjesht që ka me thonë. Lëmi me kryeministrin atjet janë dhe zgjojmë zërin. Mirë mbrëma i dashur kryeministër. Mirë mbrëma Fidane, për shëndetje për gjithë. Qoftë e kalume, sistemi prokurorial, gjyqi përveç Rusisë e cila po të ndjek hapas hapi Serbisë dhe armizve të mbrëmshëm dhe armizve të jashtëm, po ashtu edhe gjyqësia e Kosovës. Unë jeva shumë keq, shumë mërzita shumë për 250 euro denim. Të thëmë të drejtën, Fidane, është problem se nuk e ku mi marë. 350 euro sot dënuimis me bombë besi policia sot për një tiket, nuk janë shumë. Fidane... Kur të nalë shumë me nuk arshi veprës, mos përgjithësis ndaj prokurorit, nuk janë shumë shumë. 350 euro dënën, 200 euro e kumë rogë kërën vetë, babi i ko vetë, e kumë rogë më shku me po raportin e sigurimit, më ka dosh me tirë policin, marrët policia me pagu gjopë 150 euro. Në më donë, adhi për vetë akse. Mo, kësë është përgjithë zotin. Jo, Fidan, ndoshta për juve mund t'jenë të vogla, po për mujet të mdoja. Jo, po dhe për mujet të mdoja, asu nësë kompanijës, të imbanijës gruz, nisë problemi. Të imbanijës gruz, po në shtëpi me qëra. A ti në shtëpi, po, po, imbanijës në Norvegjiti. A din që tash do t'a pagu e qëra në ku t'i marrën ato? Pa, ti, imbanijës në Norvegjiti me shruja e merë 5.000 euro e merë, po le bur, ti 5.000 euro e merë atje. A, dëgjoj, tu me 5.000 euro i merë 5.000 po dëgjoj të thëmë diçka. Ju nuk po e kuptoni. Pasuria ime me atë të bashkëshortës janë të ndara. Unë i kam të hyrat e mija, ajo i ka të hyrat e veta. Ajo, në qëfë martësor, të nashë qiptarë që jena... Po ju keni ndryshën e kam ndryshën. Babiko. A beson të shumë edhe... Ta ke pa dhe zotimi. Kër të martosh aty, zotom, betom, që vetëm dekja do të ndojnë, sin të mirë, sin të keq, do të jam pra mbashorë. E ne nuk i kemi posur këto zotime. Gam, qërëve kriminizër të e dinë që jëmë klasë punëtore. A dinë që unë vete paguaj... Ti e dinë që jëmë klasë punëtore. Sa dhe që është denimi? 250 euro. Ki do ministrat fort për edhe ti si spidin ka so shpia, i kanë ka so i kam blet. Ja, përveshë jënë lodhë. Unë stu i kom... Jënë lodhë moshkuj. Diri sa del roga, a bin, rogës grus. Su na i kena rogën bashkë, ka so i kam blet. Shka më thune? Po. Sa interesant. Po, 50, 30 jëmë për internet, martë moshën, okej. Qytat do si mundet me ta kontribu me të janë. Ndjema, ne e pare të një mojmë kriminizit. Ndjem.
A djem? Mos të ka O s'ka lidhje. Djema, keni na ti nimojnë na kryeministit. Ty ti nimojnë, si kes burr, punë kes. Ky ka shok shumë të fortë po, a? So, okej. Mos ka qëlluar një 100 shëbre? Jo, për që, 50, 1, 2, 3, 4, 4 e gjysa, kimi sa këte e shopa bik. E të qalidhës, të në me një kerë, vjen gruja merë me kerë, shuem bashka njëra. Po së të dija në nëzënë, se im ne edhe fëmijët në shkollë, se mu s'kam bodyguard, për shembull, si presidentës, që ja marim fëmijët e këtyni ministra. Po, wow, bik, ky ka produksion të vetin. Okej, bravo. Okej. Kryeministër. 150 i bona. 150, a? 150, 151, 152, 153, 154, 154 euro 50 cent. Plus bisimin e ki me 3 rroga, 2-3 rroga, plus sekretare kredit milioner. Jo, Fidan, Edhe në deklarim pasurisë, se cili prej ty në kryeministër, okej. Bravo, kryeministër. Denimi për i kolegëve të mi, klasës punëtore, se ne nga klasë punëtore, nga gazetarë dhe kamermanat. Faleminderit. Fatkeqësisht si na sulmoni, pa drejtësisht, denimin e kitë pagun për neve. Faleminderit shumë, Fidan. Zoni arsyes, për zoni po. Nuk do t'ju sulmoj sot. Okej, mos na sulmon sot. Jo, kemi pas si na sulmon t'i visë kërës konvenon. Se kur raportojmë për partitë të tjera, për shembull, këtë rast për çështjen e Bajberit të LDK-s u shut krejt, na subordinat atë media si na sulmon një. Apo shef Fidan, vetëm diçka. Kryeministër. Apo është që thojnë kur je me zemër i drejt, Zoti t'i jep krejt. Jo, është çështja solidaritetit popullit shqiptar. Të tillë jemi, po ju partitë politike na keni prish. Na keni ndo. Na keni prish, na keni bë pa na tona zezat. Nisi kryeministër, po kthehemi te çështjet e mira. Lojmë mirë që po doni me ballë dhe qeveri. Po Fidan. Rajna koft. Rajna koft. Po alo nuk u po. E pash kështë filluar takimet? Kanë filluar një mori takimesh. Një pyetje kom re kryeministër? Unë i kam 2 pyetje. Jo, adin, më fal, sinqerisht bëmë se më guxen dhe me folës tani më njerë më shumë. Jo, guxon. Po, adin, pyetja është legjitime. Që ja kumbo dashimit për para. Bili Ramushit kur e pat prit srpskaliste një ora, diçka i kumbone. Një muj ditë, sa që sinqerisht apet pa vazhdu me janis me orë në studiu se nom si me teatri, çka i kumbo Ramushit si kumbo kërkojna. Zoti Radinaj, zoti Kurti. I parë se di kështë taku vis minoritetet. S'ka lidhën, e na shtet qytetar. Ti se pranosh si shtetin qytetar, ti është shtet kombëtar, po tash e ke pranuar edhe ti. Në rregull si shtet qytetar. Po ndodhe për si kriju një farfobie prej shqiptarëve, çka ki bursis mas një parti shqiptare. Jo, bre Fidan, po dishi pak. Jo, shqiptohet, o ç'shtojnë një fjalë ul popullore, tena. Maj mirë është drejt si jot se me lasja uje zoti Kurti. Sinqerisht po them, nuk e a din, mos më i dhno, ne ta shtrova pyetjen. Deni ta paguva. Pas çka është problemi si po takohesh veç me politikanë të komuniteteve? Çfarë ka fobi prej shqiptarëve? E para janë më të qitë. Janë më të qitë. Po mos vjen, më mirë është ndres jot si me lasja ujë. Janë më të Kush ja ke nis i sholla nuk shumë srpskaliste. Çfarë? Jo, nuk mund më shoh. Jo, po, unë veç pri frikë kam. Nëse kryeministër shkurt. Dëgjoj Fidan. Se thirrë LDK, po tash drejtpyetjen, LDK-ja, të but. E ke po, Lumiri, legend, djali i ri, urt. Shmeker, Avdullahu pak që ashtu ata përlani krejt, pa aty ka demokraci. Aty nuk prikshet partia si dali mesazha, si kur vetë ndohës, qa problem partitë e tjera. Pse s'pe thret LDK-n? Nuk po e thrash e para Fidan, nuk po je sigurt më ju shkru. Pse më re? Vedin që ju shkru në shetë publikohen mesazhet. E dyta, me thirë zotin Haradina, e qysh me thirë Fidan. Do më thonë, problemi është e Vajberi, si LDK-ja kret me Vajber, ati Vajberin se Qa jo Fidan? Edhe të WhatsApp-i. Edhe, s'kam as WhatsApp, po dhe? Jo. E dyta Fidan i dashur me thirë Ramushin, po friksohem që po e s'ka lëndo një konflikt fizik. A ke po është i eger, të kërcënën, pastaj, apo kuptan, me thirë PDK-n, disi herdukën me intelektual, herdukën me të revoltuar. Pra nuk po ka zgjidhje tjetër. I vetëmi që, përveç minoriteteve, është vetëm një që po komunikojmë... Po du me nalë me kasë, du na me shku me një intervistë ekskluzive. Po komunikojmë me qëtësi dhe dashuri. Me një intervistë që vjem drejt për drejt prej Hagës, nga pare ti mledhëm na me pagu denimin. Faleminderit shumë. Nga klasa punëtore se ti i varfër, në thash, shumë faleminderit. Dharë zoti letet lizi, karshi, që është karshi politikanë dhe ndaj mjetë të tjere. Faleminderit shumë. Për shembull, unë më denu, për shembull të kallzova 150 euro për vetë aksident që ku më rrok stubin e banesës. Po pse rroke? Po, për gut, për ku e ke vëmendjen?
Po, na bisni kere kena me bashkëshortin në kërmi. Qka më përsa, a do është Në fëmijë, për shkak s'kam bodyguarda. A do është me pas dyja? Jo, po s'kam në shofer dhe bodyguarda si më mbledh fëmijët, unë duna vetë bre zoti Kurti. Po nuk je kryeministër ti? Po. Je kryeministër e keni? Si kena në krejt privilegjet. Fidan, Pore ti bënëm. po, vetëm, Edhe pse do ministra tu nuk pidin, zinar, s'pidin ka so shtëpia i kanë, ka so i kanë bli shtëpia. nuk e di, në vërtet. Mos me dimu me pagu denimin, na pore ti mledhëm këtu. Faleminderit shumë. Ta kuatonin edhe si ka së të përshëndit, dosti. Vetëm diçka për fund. A din me kom vetëm po komunikoj me qetësi dhe dashuri? Hajde, Veç me Fatmirin. me qa po komunikojnë me Fatmirin? Me letra, Fidan. Qëmi letra? Po i shkruajmë njëri tjetrit kartolina. Unë për ja bëj, o qëlik jëmbël. Bravo, mua po më thët, o që ke vorajmë. A më kuptën? Unë e du shumë kitë klasikën. Edhe unë. Adin, sidomos letërsin klasike e du fort. Faleminderit shumë. Sincerisht vë thonë. A din kush për E në fond që shpishuni aty? A? Na i zemër të dua. Me zemër dhe të përqafën 22-shi. A i po më thot të donë shumë treshi. Ngom, A kuptën? qysh po vjen? Apo vanohet posta? Jo, a di kush në janë letrat? Posh? E ndrejt shola. E ndryti. Po, rëvjesh. Kur s'është e ndriti, i ende dhe Bilal Sherifi. Bravo. E pi juve, Dan sa i mirë ky e pi Bilal. juve kur s'pëjen këta, besimi është adekuat. Vesniku, po, Fidan, po, Bilal është i pazavencushëm. A Bilali A pazar. di që kom kajt dje për të? Bravo, duna me nol. Oh, vesh të kish pas. Duna me nol me shku me një informacion. Po shkojmë tashmo, si dini ka përfundu edhe dëshmia dëshmitarë. Shkojmë intervistë ekskluzive të televizionit Klan me advokatin presidentit Tashi me njerë mas përfundimit e dëshmitarëve. Po shkojmë me këtë pjesë të intervistës për më këthim në Safi në studio. Mos e ndrojnë kanalin, këthejmë shumë shpejt.